Mbrëmjen e kësaj të mërkurë, emisioni investigativ Plug në Syri Televizion publikon detaje të reja nga blerja e influencave me koncencione publike brenda Partisë Socialiste. Familjarët e Fatmir Xhafajt, një nga deputetët dhe zyrtarët më të gjatë në Partinë Socialiste, që ka dalë gjithmonë në mbështetje të Erion Veliajt, së fundmit duket se janë blerë edhe nga Belinda Balluku. Pikalisht se këtyre interesave zbulohet nga kompania Dion Energy. Kjo kompani u themelua në majin e vitit 2018 me aksioner të vetëm shtetasin Shkumbin Qor Mehmeti. Sipas të dhënave të deklaruara, objekti i kësaj kompanie ishte shumë i gjerë, por qëllimi ishte ndërtimi i një impjanti fotovoltaik. Aktivitet ekonomik dhe shpenzimet minimale të kryera janë vetëm për paga. Në datën 15 gusht të vitit 2023, Shkumbin Qor Mehmeti vendos të shes aksionet e kompanisë. Sipas kontratës publike që gjendet në QGB, Qor Mehmeti ka shitur 50% të aksioneve shtetasit Artan Sako dhe 50% kompanisë Invest ALB dhe Konsulencë SHPK. Vlera e kontratës ishte 60.000 euro. Artan Sako është vëllai i drejtuesit të Gardës Gramos Sako. Ky i fundit tashmë do të jetë dhe kryetari i bashkisë së qytetit të Tepelenës. Artan Sako dhe familjarët e tij zotërojnë disa kompani, por më kryesore është kompania 2T, e cila nga viti 2015 deri në vitin 2025 ka përfituar mbi 100 milionë euro tendra, kryesisht nga institucionet në varësi të Belinda Balluku. Nga buxheti i shtetit, bumi i kësaj ekonomik ka ndodhur ama në periudhën 19 Invest ALB Konsulencë themelohet në janarin e vitit 2022 me ortak themelues Amantia Fatmir Xhafaj dhe Dition Baboçin, përkatësisht vajza dhe bashkëjetuesi vajzës tjetër të Fatmir Xhafajt, shtetases Aulona Xhafaj. Në gushtën e vitit 2023, Artan Sako dhe familjarët e Fatmir Xhafaj do të bëheshin jo vetëm aksioner të një kompanie pa aktivitet, por si aksioner të Dion Energy, do të bëheshin pronar dhe të një leje për ndërtimin e një impjanti fotovoltaik 2 megavator në Fier. Dhe këtu, duket se Belinda Balluku bën lëvizjen e saj të parë në marrjen e mbështetjes politike nga Fatmir Xhafaj. Bazuar në këtë dokument të Këshillit Kombëtar të Territorit. Por, nga analizimi i bilanceve të kompanisë Dion Energy deri në vitin 2022, kjo kompani, edhe pse kishte aplikuar për leje zhvillimore, kishte kryer vetëm 4.000 euro shpenzime për konsulenca apo edhe për përgatitjen e dokumentacionit tekniko-ligjor, gjë që është shumë e habitshme pasi vetëm studimet dhe projekti teknik paguhen 2 fish. Në bilancin e vitit 2023 rrite menjëherë shpenzimet për konsulencën ligjore dhe deklaroi në vlerën 5.000 euro. Leja ndërtimit për impjantin fotovoltaik do të miratohej në mbledhjen e datës 25 shtator 2024 të Këshillit Kombëtar të Territorit, ndërsa u zbart në dhjetor të pati viti. Menjëherë shpenzimet për konsulencën ligjore dhe deklarohen në vlerën 5.000 euro. Gjatë lumtimit për pasurinë 288 fraksion 7, Plug konstatoi një tjetër leje zhvillimore për ndërtimin e një tjetër parku fotovoltaik për pasurinë 288 fraksion 8, e cila është ngjitur me 288 fraksion 7. Çuditërisht, leja zhvillimore është miratuar në të njëjtën mbledhje të Këshillit Kombëtar të Territorit, atë të datës 29 maj 2023, kur do miratuar leja për kompaninë e Artan Sakos dhe fëmijëve të Fatmir Xhafajt. Po kush është Amel Energy SHPK? Kjo shoqëri është themeluar në tetorin e vitit 2020 nga shtetësja Entela Sako. Sipas të dhënave të gjendjes civile, rezulton se kjo shtetëse është bashkëshorti e Artan Sakos. Pra, bashkëshortët Artan dhe Entela Sako janë pronar të kompanive që kanë marrë leje të ndërtimit të 2 impjanteve fotovoltaike 2 megavator. Por Amel Energy dhe Dion Energy kanë të përbashkët jo vetëm lejet e ndërtimit, por dhe administratorin që është shtetasi Elian Shena. Sipas studimit bashklidhur vendimit, rezulton se impjanti fotovoltaik në pronësi të Amel Energy do të ndërtohet në një sipërfaqe toke 35.000 metra katror. Jo vetëm kaq, për Plug zbulon dhe një skandal se si kompanisë së familjarëve të Fatmir Xhafajt ju dhura toka që në fakt duket se i përkiste banorëve të asaj zone. E për këtë është angazhuar dhe kryebashkiaku i Fierit, Armando Subashi, që përpara interesit të qytetarëve që duhet të përfaqësoj, zgjodhi që tokën t'ia fal familjes Xhafa, veprim të cilin KLÇ e cilçon shkelje të rënd e deri në grabitje të pronës shtetërore. Për 70.000 metra katror tokë që u morën banorëve të zonës dhe ju dhanë 2 kompanive, Dion Energy dhe Amel Energy, kontrolli i lartë i shtetit ka bërë një audit të posaçëm në vitin 2022 dhe ka konstatuar palishmëri të plot, favorizim dhe deri në kryer veprash penale nga kryebashkiaku i Fierit, Armando Subashi, që për t'i dhënë tokën ka përvetësuar kompetencat e qeverisë dhe ministrit të ekonomisë.
nuk përfundojnë me